Agjencia Mbikëqyrjes Policore e rajonit Shkodër-Lezhë ka ekzekutuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë, e cila ka caktuar masat e sigurimit personal, pezullimi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik dhe detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore, parashikuar nga nenet 242 dhe 234 të Kodit të Procedurës Penale për dy punonjës policie të dyshuar për kryen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. Besmir Q me detyrë ndihmës specialist, kontrollor në pikën e kalimit kufitar të Hanit të Hotit dhe Eko me detyrë trup shërbimi, kontrollor në vijën e dytë në pikën e kalimit kufitar po të Hanit të Hotit. Caktimi masave të sigurisë u bë mundur pas hetimeve të thelluara me metoda speciale në lidhje me ngjarjen e datës 5/9/2025, ku një kamion me targa të Bosnjë-Hercegovinës pasi ka kryer procedurat e daljes nga Republika e Shqipërisë është ndaluar nga policia malazeze. Pas kontrollit të ushtruar në kamion janë gjetur 114 pako PVC më përmbajtjet një lëndë bimore të ngjashme me lëndën narkotike marijuan me peshë bruto 131.7 kg. Vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përfshirjen e mundshme të personave të tjerë në këtë veprimtari kriminale, thuhet në njoftim. AMP mbetet e përkushtuar në misionin e saj për garantimin e zbatimit ligjit dhe fton qytetarët të denonsojnë çdo rast të abuzimit apo shkeljes së ligjit nga ana punojësve të strukturave, duke telefonuar në numrin e gjelbërt apo dërguar email në ankesa@amp.gov.al.